Një podcast skenik ka rikthyer në Vlorë figurën e Tefta Tashko Koços, një prej artisteve më të mëdha dhe një prej zërave më të bukur që ka njohur skena shqiptare, përmes momenteve më të rëndësishme të jetës së saj. Në teatrin Petro Marko, në një sallë të mbushur me artë dashës, çdo spektator u bë pjesë e ndjeshme e jetës dhe trashëgimisë së artistës së madhe. Gazetarja e njohur Balina Bodinaku, përmes këtij podcastit të veçantë skenik, solli një rrëfim të ngrohtë të ndërthurur me muzikë live, duke përcjellë rrugëtimin e jashtëzakonshëm të Tefta Tashko Koços. Kur flasim për muzikën lirike qytetare shqiptare, emri i Tefta Tashko Koços është i pari që vjen në mendje. Dhe kjo jo vetëm për zërin e saj, që të madhin lazgushe shtyn dhe të thosh për herë, sa herë e dëgjonte duke kënduar. Ajo nuk këndon, ajo fluturon. Por mbi të gjitha, për të gjithë punën e madhe të saj, në gjurmimin, mbledhjen, ruajtjen, dokumentimin dhe popularizimin e muzikës tradicionale shqiptare. Tefta i kishte të gjitha. Ajo ishte e bukur, elegante, shumë e talentuar, e mirë shkolluar, cilësi që e bënin atë të vlerësuar, e shtruan asaj rrugën drejt skenave prestigjioze të disa prej vendeve të zhvilluara të kohës. Por ajo, pasi shkeli ato rrugë, hapin vendosi ta ndalë këtu, në rrugët e pashtruara të Shqipërisë së saj të fillimit të shekullit e 20 dhe ju vu punës për të shtruar vetë ato. Unë ndjem siç vetëm në Vlorë mund të ndjesh, është një qytet i mrekullueshëm me njerëz që duan artin, kulturën, njerë jam shumë e nderuar dhe shumë e lumtur që ndodhem në këtë qytet. Është në planet e mia, në fakt këtë vit një premier për një tjetër artist shumë të madh me shumë kontribute në artin dhe muzikën shqiptare, po dua ta mbaj surprizë. Mund t'ju them, quhet Tonin Guraziu, është një artist i jashtëzakonshëm që shpresoj të kemë mundësinë ta sjell edhe në Vlorë. I konceptuar si një udhëtim i ndjeshëm përmes momenteve më të rëndësishme të karrierës dhe jetës personale të saj, podcasti solli edhe një herë në vëmendje artisten e madhe, 79 vite pas ndarjes së saj nga jeta. Merr komplet një dimension tjetër, sepse siç dhe ju e dini që unë në Vlorë rikthehem gjithmonë me shumë dashuri, me mall kryesisht edhe me pasion për të dhënë maksimumin dhe për të dhënë nota sa më të bukura kësaj figure kaq të shquar dhe qytetit të Vlorës dhe për gjithë ardashësit e Vlorës. Si e gjetë veten tek një Tefta Tashko Koço? Tefta Tashko Koço është vërtet një sfidë sepse është një personazh tepër i spikatur edhe i veçantë, por që u përpoqja që të afroj sa më afër zërin tim tek ai i Teftës, edhe kështu të gërshetohen zërat tanë edhe të bëjmë një omazh këngëtares së madhe. Me një kast artistësh si soprano Renisa Laçka, tenori Denis Skura dhe pianistja Merita Tërshana, publiku vlonjat përjetoi një mbrëmje omazhi, nostalgjie dhe emocioni artistik.